Them realist tek ju, zoti Dumani, çfarë mendoni ju? Është një person I cili është I pavarur dhe I paanshëm? Jo, zoti Dumani ka ushtruar detyrën e tij ashtu siç e përcakton statuti I Partisë Socialiste dhe zotit Rama. Pse? Sepse zoti Dumani nuk mund të bie ose më mirë nuk mund të kundërshtoj atë çfarë bëri zoti Rama për zotin Dumani. Çfarë? E takoi me Blingenin. U dekoruar nga Blingeni. Ku është Blingeni sot? Gjiro, bye bye, as I dihet origjina. Ku është zonja Jurikim sot? Bye bye, nuk I dihet origjina. Ku të shkoj zoti Dumani nesër pas nesër? Uroj të shkoj antar I gjykatës kushtetuese në 2028 se tha nuk do të rikandidoj. Por duke që në këto kushte që jemi, me kushtet e Ramës, mund të kandidoj. Po do jetë përsëris shërbëtori I Ramës. O popull, mos e besoni se Dumani I ka fut gjithë këta në burg, pra të opozitës edhe brenda Partisë Socialiste, se është bërë pjesë e manualit për të goditur të gjithë opozitarët. Pra, Dumani nesër mund të godasë çdo person që është opozitar. Ato që godet nga pushteti, I godet për shkak se do të tregoj tek ju që shiko, unë godita edhe më thellë, jo se kaq, e kupton? Unë jam më I fortë, e kupton? Unë I fus në burg I kalm. Po mirë, pse zoti Dumani duhet të thoshte që unë nuk kandidoj në 2028? Pse? 1. O antar I gjykatës kushtetuese, 2. Ose çfarë? Zoti Dumani mund të kandidojë për deputet I Partisë Socialiste. Pra, zoti Dumani thot, në rast se në nesër nuk bëj një nga këto dy gjëra që të shpëtohem, do bëj tjetrën, që është akti më ekstrem. Cili është akti më ekstrem? Azil politik. Kush do t'ja japi? Si do t'ja japi? Le ta zgjidhë vetë. Sepse ne kemi thonë, kur të zbresi Zoti dhe të japi drejtësinë e duhur, dihet që shumë njerëz do përfundojnë në burg. Edhe ata të cilët sot marrin vendimin në gjykatën e posaçme, do përfundojnë vetë në burg. Pse? Nuk është sepse është një do thoja një inat ose një mllef apo një emocion imi. Jo, po ju a them logjikën. Kush është logjika? Pa emocion, pa mllef. Logjika është kjo. Kur ti krijon precedentin dhe fut në burg njerëz me prova pa prova, thjesht për perceptim publik, e peç ata Dumani, thonë dëgjojnë njerëzit kështu, të dhim ka perceptimin publik. Derisa atë tjetër që e kalb në burg ti, nuk të dhim ka. Edhe të në të njëjtën kohë edhe fetar. Ky është mashtrim apo nuk është mashtrim? Është mashtrim. Dumani do të thotë që ti e kalb tjetrin në burg, edhe falesh nga mjes deri në darkë. Se perceptimi publik është, po keni provë ju, s'keni provë këtu, pse? Sa I do të kuptonte, a keni apo nuk keni ndonjë provë? Po ekziston prova, ekziston, po nuk ta nxjerrin. Se s'ta nxjerrin, se e mbajnë, si ta mban Rama A4-ën edhe ty edhe asaj me 350 emra që ka, e kupton? Sa ajo që ka 350 emra, Dumani nuk e futin në burg direkt. Po I bën lavazh, presion. Mbaj e këte, mbaj atë se me presion e jetojnë ata të brenda. Dhe prandaj ai tha perceptimi publik edhe kështu se kishte edhe atë nevojë perceptimit publik. Prandaj në aspektin ashtu siç e thash, ke bërë mëkate që janë të pafalshme. Pse? Sepse I ke shërbyer Edi Ramës në mënyrë të tillë që edhe Zoti të ndihet kaq I krenuar me ty, nuk do të kishte të thoshte mjaft me kaq servilizëm se e ke çuar deri në fund. Dhe që ta përfundoj me rastin e zotit Dumani, e kupton edhe zoti Dumani që perceptimi publik që ka më I rënd se gjykata. Dhe prandaj ju them unë, në një moment kur drejtësia do vihet në vend, do përfundojnë edhe ata vetë, dhe gjyqtarët e gjykatës së apelit e posaçëm, dhe gjyqtarët e gjykatës së shkallës së parë, do përfundojnë zotërinë në burg. Ju se them unë, sepse vetja kanë bërë gropën vetes, edhe gjyqtarët e gjykatës së lartë do I fusin aty disa gjëra ata, e din vetë që I fusin burg, se do I fusin unë edhe ti. E din vetë, se njëri do I bëj gropën tjetrit, sepse ku ka rrinë servilizmi në mënyrë kaq shumë të madh, atëherë fillon vetë pastrimi brenda servilizmit. Dhe tek vetë pastrimi, njëri do t'ja nguli tjetrit. Që do të thotë, gjyqtarët që kanë shkelur ligjin,
Kur të vi momenti që të thënë, opa, devijojmë tani se ikën Amerikanët, ngellën vetën e tek puth shqiptarët. Dhe kur ngellën tek puth vetë shqiptarët, fillon ja ngulin njëri tjetrit. Se iku Amerikani, e tha Rama, e kupton. Dhe tani vjet vetë pastrimi, dhe si do vi vetë pastrimi duke goditur njëri tjetrin, sepse dëgjoj kush është modeli që këta se kuptojnë. Ore, ai që ta fut është shoku. Pse? Sepse ai se ti me shokun ke ndat çdo sekret. Dhe ai të di sekretet e tua, të di ndopsitë e tua. Pse? Se flet ti me atë, dhe ai flet me ty. Dhe paka shumë ndani sekretet. Ose ndani pikpamjet. Mirë. Por kur e ke armik tjetrin, armiku vetëm pamjen e jashtme shikon, nuk shikon çfarë mendimi ke ti për atë, se s'ka nga ta gjej. Vetëm ka të i filtruar, është shkencë vetë ajo pastaj. Pra, e thon shqip troç që ata, kur vjen moment që do t'jenë armiq, do goditen në mënyrë të papame, në mënyrë të pabes, e do goditen. Njëri tjetër nuk ka nevojë një faktor tjetër. Pra, një gjyqtarin e tjetër, një prokurorin e tjetrin, sepse do shpërthej more, se ishte fuç kjo gjë, ishte një mbushje imazhi kot, një spak koti. Ke Irenën me 500 biemra dhe nuk e kanë arrestuar. Luan Dacin që e kishe në këshillin e KPA-s, e arrestuan edhe hoqën direkt. Po çfarë standarde janë këtore? Me këtë tallen këta nga mes deri në darkë. Edhe populli ha sapu me djath. Një pjesë e tyre. Është mashtrim publik më zotri. Ke tjetër me 35 mbiemra aty, edhe mban në krye të tyre presion, ma e Metën ti, ma e Berishën ti, arresto këtë ti, arresto atë ti. Kjo drejtësi. Drejtësia frëmendësh arresto këtë si them unë. S'quhet drejtësi kjo. Kjo ç'a quhet? Porosi që Zoti Dumani e tha në aty. Nuk ja përmendi emrin shefin e tij. E mani men ku erdhi Blinken, e takoj Dumani, po takoj edhe Ramës, së shqiptari jemi, japim dorë, edhe armikut, ja jetë, s'ke çfarë të bësh. Edhe rasti ku erdhi ai, plaku tjetër, si e ka e Clintoni, e takoj ai, s'ta jo, mos e takoj, jo. Pse? Sepse Blinkeni, Clinton, e të gjithë këta, vinë nga Partia Demokratike Amerikane. Dhe këta që janë në krye drejtësisë sot, janë të ardhur nga koha e komunizmit. I kanë shërbyer komunizmit dhe janë atashuar pranë Partisë Socialiste dhe komunizmit. Është fakti i qartë ky. Nuk ka pse të shqetësohet asnjë shqiptar. Politika aktuale dhe drejtësia aktuale është në shërbim të Partisë Socialiste. Faktet janë konkrete, numrat janë konkrete. S'ka pse të jeni të zemruar. Por, në rast se i nështrohesh kushtetutës, po, ka pa drejtësi, sepse Zoti Dumani mendon se është antar i Partisë Socialiste dhe jo antar i drejtësisë. Avokat, të ndalemi pak tek çështja e Arion Veliajt, ku në një deklaratë për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Arion Veliaj është nxjerr NATO nga burgu dhe është dërguar diku, por që vetëm kaq dihet për momentin, të paktën sipas Berishës. Ju si mendoni, a është nxjerr vërtet nga burgu Arion Veliaj dhe ku mund të jetë dërguar, qoftë për të marrë pyetje apo qoftë për të pasur negociata, po themi në këtë rast? Shiko, Zoti Berisha gjithmonë ka thënë fakte që në fillesat ose në mirë në çdo rast të mundshëm, po, duken çuditshme. Po, nga propaganda gjithmonë e lavazhierëve të analistëve të famshëm që janë analistë të pavarur dhe këte janë në bordorote ministrive si këshilltar. Emra kështu mbi emër mos themi se dëmtohen, apo analistë të cilët ishin drejtues institucionesh, po dilshin si analistë apo televizione, unë jam i pavarur, jam me meritokraci dhe u përfundu deputet Partisë Socialiste.